Isha duke u menduar të flisja për dhunën, isha duke u menduar të flisja për martesat, isha duke menduar për të folur për martesat me mblesëri, për racizmin ndaj shqiptarëve, për të paktën ata që janë jashtë si puna ime. Edhe u fokusova më shumë tek dhuna edhe martesat, edhe po mendoja domethënë dhunë apo mblesëri. Pastaj nuk isha pse mendohesha fare. Ishte shumë e qartë. Dhunë me mblesëri, jo martesa, jo histori të bukura, jo më ashtu si që njiheshin prindrit tanë, ose disa nga prindrit tanë. Tani po i vrasin fëmijët me duart e tyre. Është e barazleshme nga të dyja anët. E çoni vajzën te burri që 16 vjeçe, te një individ që të del garant dikush tjetër që i ble një palë këpucë, siç i blihet mblerësit, dhe i dorëzon jetën e fëmijës tënd një individi që ti nuk e njeh vet personalisht. Por, çfarë njefti? Ti njeh babain, njeh çaçain, njeh familjen. Ti individin vet nuk e njeh. Ti nuk e di se çfarë probleme ka ai personalisht. Ti nuk e di se sa i mirë mund të jetë ai, ti nuk e di se sa i keq mund të jetë ai. Pra ti po e çon fëmijën në një të ardhme komplet të pasigurt, të paqartë. Është shembull shumë i qartë për të marrë me femrat, është e njëjta ajo që ndodh me meshkujt. I rit ashtu, thjesht hajde të keqën djali babit, pa asnjë lloj perspektive më të vogël. Edhe i sjell një derë në thes pastaj. Se qa mori, se qa beri, se nga është, se qa pëlqen, se qa vese shka, kur ha, kur pi, qa jetë muzike dëgjon. As kush i intereson. Nuk është për ata. Më për familjarët. Heqë se të ngeli në derë. Të ngeli në derë, edhe ta heqë se s'ben. Se që të thënë komshit. Ti goqa u be për fëmi. S'ka gjetër bura akoma. Kush e di që ka ndodhur, kush e di me ka qenë, kush e di që Allah e ka ndalë. Që do flasin njerëzit? Jo. I çoni fëmijët si cjapit e nga sapi. Ja vullosni atë fatkeqësinë që ka për të ndodhur, vonë apo shpejt. Nuk i paraprini asnjë lloj problemi që mund të vijë nesër pas nesër. E vetmja gjë që i thoni do vesh te buri, do lash, do fshish, do gatuash, se s'ke përgjigjur burr. E vetmja gjë që i thoni që duhet të punosh, si kafshë tër ditën, se nuk të mban nusja apo nuk punove, duhet të sigurosh jetën e fëmijëve. Se si do sillen me njëri tjetrin ata, se qa dëshira shkan, se qa premisa shkan, se qa planifikojnë ata, ta gjejnë vet ata. Ama ati kohë nuk ja garanton ati. Ti fëmijën nuk e lë të eksperimentoj vet, të shikoj ati çfarë i pëlqen një herë para se ta marrë atë hap. Ja jep dërin në thes, e thoj, këtë gur ke tash, me këtë do hecesh përpara. Edhe çu diteni pastaj? Çu diteni kur dhunohen, çu diteni kur keq trajtohen, çu diteni kur bëhet divorci, çu diteni kur e vret, çu diteni kur përjetojnë, ku ta diun çfarë përjetojnë. Nuk ka kufi ku mund të shkojë ajo. Normale që si ka mundësi që ndodhi. Ai ishte njëri i mirë, babain e ka të mirë, maman e ka të mirë, familje mirë, familje me emër. Ai mund të jetë më kerma. Ajo mund të jetë më kurva. Ku e di ti? Si more akoma në 2021 vazhdoni të dërgoni fëmijë drejt një dështimi të sigurt. Sa veta duhet të vriten derisa ti vësh vulën një herë e përgjithmonë, që ajo nuk është më zgjidhje. Edhe po flasim për zonat që janë urbanistike deri në një farë pjesë. Nuk po flasim për një fshat të thellë. Ata e kanë të nevojshme, atyre ja u bëv zoti mbar kur i thon. Por atje ku ka gjallëri sociale dhe ti implikon akoma mbledhrin, është jo vetëm pa pranueshme, po kjo është e ikësh natën, se ditën e ikin gjithë. Por ky rreth nuk ka fund. Do zihen, do han kokat me njëri tjetrin. Kanë ata fëmijët e ty në shtëpi, 2, 3, një fëmijë sa kanë. Më i kënaqur ka për të mbetur fëmia në fund, se nuk e analizon aq thellë sa e analizon një individ tjetër. Se fundja fare, në vijën e fundit, mund të jenë ndar apo të jenë vrar njëri apo tjetri apo të dy. Ama nuk do i duhet më të dëgjoj atij sherat e të bërtiturat e të qarat edhe të shofi dhunën me sytë e tij. Të pak nga njëra anë është i qetë ai fëmijë. Edhe ai fëmijë do rritet për të bërë po prapë të njëjtën gjë që ka para ai me sy, sepse ai aty di, ajo i është gdhëndur atij në kujtesën e tij. Ai ose ajo do ta shohë atë lloj mënyre të deleguarit mesazhet e veta si zgjidhje më të sigurt, ose dhunën, ose tradhtin, vërja eme çfarë duash. Çdo lloj degradimi, në qoftë se e ka përjetuar në familjen e vet, do ta zgjedhë në një pikë. Mjafton të jenë të gjitha ndodhitë e tjera në atë grad dhe ai do ta përdori të njëjtën gjë, ose ajo. Një djalë që nuk është ndier asnjëri dashur nga familja, ose që nuk e ka marr kohën e duhur nga familja, do bëhet agresiv, normalisht, ose psikopat.
Një vajzë që nuk është ndjerë asnjëherë dashur nga familja, do të kërkojë dashuri diku tjetër, me karakteristikat që kanë femrat. Edhe në fund, duke kërkuar atë që kërkon çdo njeri, ajo do përfundoj atje ku nuk do të përfundoj asnjëri. Po i vrisni akoma me duart tuaja. Lejojini fëmijët të gabojnë. Lejojini fëmijët të eksperimentojnë sa më shumë të mundin sa janë të vegjël. Se ti i merr, i bën bashk edhe thoj tani jepi përpara, kur shumë mirë mund ta kishe shmangur çdo lloj fatkeqësie duke i lënë fëmijët e lirë të rriten vetë. Se shumica thon bëj si them unë, po mos bëj si bëj unë. Nuk ka vlerë fjala që mund t'i thuash ti fëmijës tënd, nëse ti nuk i zbaton ato me partnerin në shtëpi. Nuk mund të absorboj fëmija një këshill kur ti nuk i dëgjon hallin. Pavarësisht ato hallet e idiote që mund të kenë fëmijët. Jo që më mori topin ai me bëri këtë. Punoni, shumë kush ja u di për faleminderit që mundoheni. Ama mos e anashkaloni aspektin social. Fëmijët kanë nevojë për prindërit e tyre, jo vetëm për material për të mbijetuar, por dhe mbështetje sociale, psikologjike. Në të kundërt, ajo çka po ndodh tani është konkluzioni i ardhshëm për çdo lloj prindi që e anashkalon fëmijën e vet. Është fatkeqësisht shumë e thjeshtë për ta kuptuar se ku dështon. E vështirë është ta implementosh, normalisht. Po si përveshje mëngët për fëmijën tënd, për kë do i përveshësh? Ktheheni syt nga problemet reale. Lejojeni fëmijëve të kenë atë që juve nuk keni pasur. Mos ja nxirrni natin fëmijëve, nuk ka faj fëmia se çfarë ke përjetuar ti kur ke qenë i vogël. Ka prindërit e tua, apo nga X, Y, pak rëndësi ka. Të gjitha të mlef, inat, dhimbje, kujtime, nuk mund t'i shkarkosh te gjaku jot. Ti ato duhet t'i mbledhësh, t'i përpunosh dhe t'i rifrazosh në atë lloj mënyre që të jenë sadopak të absorbueshme nga brezi që po vjen, në mënyrë që t'ia ulësh dhimbjen apo vështirësitë e jetës së tyre sadopak, sa 1% mjafton. Ju falenderoj që s'keni asnjë punë tjetër se sa të më dëgjoni mua duke folur në veten time. Të isha shumë falendërues nëse mund të reagoni në komente për cilësinë apo për tema të tjera, shpërndarje nëse ju pëlqen. Faleminderit që jeni me mua në këtë rrugëtim.